Ndërkohë që Franca luan me Norvegjin 3-1. Brazili këtu ka ardhë me Gjermanin. Po, normal. Po, me Gjermanin ka ardhë, se do të flasim për pronat e konfiskuara, hallet e mëdha që kanë ndërtuesit. Po edhe blerësit. Por hallit më të madh kanë blerësit, kanë klientët. Çdo të bëhet me lekët e tyre? Kanë paguar qimet e kokës dhe a do të marrin ndonjë qime? Na falni, nuk qeshëm me hallin tuaj, qeshëm me batutën e Orneres. Se mos mendoni që po qeshim me ju. Po, Valter, ju ndërtuesit e keni Prit njërë se ko t'i prezantoj. Jo, lëre, fillojmë base, ai ka prezencën vetë. Po, mirë, ti them njerë, Ervis Qela, Margarita Kola, Ervin Karanja dhe Alit Valteri. Po, vazhdoni. Ziuni tani. Ha, ma zotin ndërtues. Ha, more, kuj qove lekë aty? Qa na bëtë këshu, na morët në qaf na morët. Doni të bëni shtet ju, ha? Si shpuk e ti? Po ti e kryesori, Allah. Na morët në qaf na morët. Ideja është që kur folëm me Rionin për temën që do diskutonim, Kjo më tha. thjesht duhet të shpjegojmë diçka, që vërtet kemi pronat të sekuestruara dhe kemi dhe pronat të konfiskuara. Janë të ndara në dy pjesë, por në të gjitha rastet. Jo, s'është njëjta gjë, por në të dyja rastet. Po janë bllokuar në të dyja rastet. Janë marrë lekët nga ndërtuesi klientit. Ja pra ta shpjegoj. Po. Edhe shërbimi nuk është ofruar. Dhe në të dyja shkon avokatja tjetër. Dhe në të dyja rastet përsëri klienti është i mbrojtur, sepse kur konfiskohet nga shteti, kemi rastin e konfiskimit të pronave, ndërtuesi i cili ka paguar, më falni, blerësi i cili ka paguar në mirëbesim gjatë kohës që konfiskohet nga shteti ose sekuestrohet nga shteti, njihet si porositës apo si pronar i liqëm i apartamentit, dyqanit apo... Po këtë politikanova, politikanova. Të sekuestruar mund të kenë shansin për të kthyer, për të konfiskuara nuk thehet më e para, dhe e dyta ekziston rreziku i madh në një treg informal, ku ne e dim faktike se si ndodh, që një vlerë ka kontrata formale dhe ka dhe një vlerë tjetër vlerja, që nuk shkruhet. Dhe ajo në asnjë mënyrë dhe në asnjë shans nuk thehet. Nëse do ta zgjidhësh këtë çështje ti do shkosh me kontratën, në shumën që sigurisht që kanë bërë, po ky është fakt. Po ky është fakt. Jo, problem ka sepse janë të imponuar. Gjykata do japi vlerën që ke kontratë, s'ka shans. Pranoj ta shkruaj më pak në Po pse ndërtuesi duhet ta aprovoj apo t'ia kërkoj? Po pikërisht pra, është dy anë. Problemi ka morë zotëri. Kontratën që bëhet. Jo shteti, gjykata do të japi vlerën që ke në kontratë. Po, se vetëm ajo nuk bëj muhabet gjithë ditën. Jo, vetëm ajo. Ne po diskutojmë tani kur sekuestrohet në tërësi prona, ndërkohë që ai blerësi nuk ka lidhje me drogën, për shembull. S'ka lidhje. Ai ka punuar në Greqi refugjat. Ka lekë të djersës më. Është ndodhur në Turqos. I ka ra Kazmës, ka mirë, ka vjelur pjeshka. Nuk e ka dokumentuar tash ata, por tani është me lekë Greqie. Ti i thua, ti ja bokoj, diti i thua stop. Pse? Prandaj me këta ne duhet kemi shumë kujdes. Sepse ai nuk mund ta provoj pjeshkën që ka vjedhur. Sepse nuk mund ta provoj dot. Kujt po i flet, ata janë shumë të kujdesshëm. Foli këtij që ken krah. Ore, pjeshkën si ta provoj që ka marr pjeshkën nga pema dhe ka marr parat, se ka qenë me emër tjetër. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm me qytetarët tanë. Dhe për ata që ka informacion, ata të blokohet pasuria. Tani, ligjin antimafia që ne e kemi që nga 2009 thot, jo vetëm pastimi produktit veprës penale. Pra, vetëm nëse ti ke një disproporcion midis të ardhurave dhe pasurisë të cilën ti ke investuar, jo domosdoshmërisht nëse ajo ka ardhur nga një veprimtari kriminale, sërish ajo konfiskohet. Po, sigurisht. Duhet të kemi Kemi ligjin.